Ajeti i respektit dhe i dashurisë, ajetul mawadda. Çështja e dytë, çfarë kuptohet me fjalën të afërm, qurba? Siç e pam edhe më lart, ajeti tregon për obligimin e dashurisë për familjen e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ky është mendimi i përbashkët i dietarëve të Shiave Imami. Të këtij mendimi janë edhe Said ibn Jubair, Amr ibn Shuaib dhe një numër i madh nga dietarët e ehli sunnetit. Madje Es-Saqaf thot se kush thot ndryshe nga kjo, ai është armik dhe urryesi i ehli bejtit. Ai ka mendimin se gjuha me të cilën flet ajeti rreth kësaj çështjeje është e qartë. Çështja qëndron te personifikimi i qëllimit të ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta. Ajo që na intereson më shumë është kuptimi legjislativ, shar'i, i kësaj fraze, qoftë në përputhje me kuptimin gjuhësor apo më i përvetshëm. Ai që ndjek transmetimet e nderuara do të shohë qartë se profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij ka përdorur fjalët el-alu, el-ahl dhe el-itra me një kuptim të vetëm, e ata janë familja e tij e nderuar dhe veçantë. Për shembull, në hadithin Thaqalain, profeti porosit dhe thot: Inni tariku fikum ma in tamassektum bihi lan tadillu ba'di. Kitab Allah, hablum mamdud min as-sama'i ila al-ard, wa itri ahli bayti. I dërguari i Allahut thot në një hadith: unë do të lë pas jush diçka që nëse kapeni pas saj nuk do të humbni kurrë. Libri i Allahut të madhëruar, litari që lidh qiellin me tokën dhe itri im, ehli bejti im. Fjala itr këtu nënkupton familjen e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Më lart u sqarua se qëllimi me ehli bejtin është për profetin Muhammed, Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Hysejnin. Ata janë që u përveçuan me ajetin e purifikimit. Ata janë që dolën për lutje për mallkim me krishterët e Nexhranit. Më poshtë do të përmendim thënjet e qarta të disa dietarëve të ehli sunnetit se qëllimi i fjalës itra në hadithin Thaqalain është për 5 personat e mbulesës, el-qisa. Ashtu siç tregojnë transmetimet se ehli bejti janë i treti i profetit, po ashtu ato tregojnë se ata janë eluhul kiram, familja e tij e nderuar. Le të rikujtojmë edhe një herë hadithin e përcjell nga Ahmed ibn Hanbali që transmetohet nga Shahr ibn Hushab nga Ummu Seleme, se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha Fatimes: Eja dhe merr me vete bashkëshortin tënd dhe fëmijët e tu. Ajo i solli, më pas mbi ta hodhi një mbulesë nga fedeku, vendosi dorën e tij mbi ta dhe tha: Allahu im, këto janë elu Muhammed, familja e Muhammedit. Dërgo paqe dhe begatim mbi Muhammedin dhe familjen e tij. Ummu Seleme thot: unë e ngrita mbulesën që të futem, mirë po i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e tërhoqi nga dora ime dhe tha: ti je në mirësi. Hadithi i mbulesës tregon qartë se personat e mbulesës janë familja e Muhammedit, e ata janë Muhammedi, Aliu, Fatimja, Hasani dhe Hysejni, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ata.